Prej vitesh banorët të Bashkisë Dimal shprehen të pakënaqur për mungesën e zyrave funksionale dhe shërbimeve institucionale. Sipas tyre, kjo bashki është përballur shpesh me mungesë investimesh, ndërsa ato pak projekte të realizuara janë përqendruar kryesisht në qytetin e Urrës Vajgurore dhe në disa njësi administrative. Banorët kanë ngritur shqetësime të vazhdueshme për mungesën e infrastrukturës rrugore, sinjalistikës, pastrimit të kanaleve kulluese dhe mirëmbajtjes së përgjithshme. Situata është përkeqësuar edhe më tej pas përmbytjeve të ndodhura javë më parë, si pasojë e daljes nga shtratet e lumenjve në fshatrat si Çiflik dhe Banaj, ku fermerët kanë pësuar dëme të konsiderueshme. Së fundmi, Bashkia Dimal ka nisur zhvendosjen e zyrave dhe punonjësve në njësinë administrative poshtje me argumentin se godina në qytetin Urrë Vajgurore po rikonstruktohet. Qytetarët mund të marrin shërbime pranë kësaj njësie. Megjithatë, sipas banorëve, kjo lëvizje nuk zgjidh problemin, pasi zyrat janë të mbi ngarkuara dhe askush nuk merret realisht me hallet e komunitetit. E njëjta situatë e mungesës së investimeve raportohet edhe në njësitë administrative poshtje, Kutalli dhe Çukalat, ku banorët janë ngritur disa herë në protesta. Ata akuzojnë drejtuesit lokal për mungesë përgjegjshmërie dhe për distancim nga problematikat reale të qytetarëve. Fermerët dhe banorët e zonës shprehen jashtë kamerës se janë lënë në harres, duke theksuar se mungesa e investimeve dhe e përkujdesjes institucionale ka kthyer këtë bashki në një nga më problematike në rajon, ndërsa përgjegjësia sipas tyre mbetet e paqartë mes pushtetit vendor dhe atij qendror apo drejtuesve të kësaj bashkie.